e cila erdhi në pushtet në 2013 me premtimin e shëndetësisë falas për gjithë qytetarët dhe 13 vjet më pas, tashmë duket sikur zoti Rama, kryeministri Rama ka hequr dorë nga shëndetësia falas. Shqetësimi më i madh që kam pasur unë në fakt nuk lidhet shumë me terapinë në vetvete, sepse ndoshta edhe nga që jetoj jashtë, shoh si një zgjedhje personale të individëve, kushdo ta bëjë bën. Ajo që më shqetëson më shumë është që një sistem shëndetësor i cili nuk ofron shërbimet më bazike për të smur kronik në Shqipëri, e ka luksin e madh për të ofruar terapi hormonale qytetarëve që në fundit kemi të bëjmë kemi të bëjmë me zgjedhje. Pra dikush ka zgjedhur ose ndihet një grua që ndihet burrë, një burrë që ndihet grua, zgjedh ndryshoj gjininë e vet. Ndërkohë pacientë të tjerë në Shqipëri, të cilët vujnë nga smundje të ndryshme, sidomos kanceri, e kemi ndjekur si atë që ka ndodhur mujt e fundit tek onkologjiku, nuk i ofrohet ky shërbim i cili është i domosdoshëm. Të bëj një pyetje jo për ta devijuar thelbin, por na ka ndodhur, edhe unë e dim shumë mirë, na ka ndodhur shpesh që sa herë ka situata të tensionuara që kanë të bëjnë në raportin e qeverisë me qytetarët, qeveria me një mënyrë shumë elegante zgjedh të hedhë në konsum mediatik dhe publik temat kësaj natyre. Mos jemi para një graske të qeverisë për të na tërhequr vëmendjen te ky anë dhe për të shmangur thelbin e problemit që ka vetë sistemi i shëndetësisë, por edhe çështjet e tjera siç është fjala e fundit rasti në Zvërnec e kështu me radhë? Mund të jetë edhe kjo, sepse qeveria Rama gjatë gjithë ekzistencës saj, gjatë gjithë periudhës që ka qeverisur vendin, është munduar gjithmonë ta devijojë një çështje duke krijuar një situatë tjetër, ose në raste të ndryshme ka kaluar nga skandali në skandal. Nëse është kjo, nuk do më habiste. Ama, siç të thash edhe në fillim, shqetësimi